Unë konsideroj që kjo qeveri është jo kredibile, jo funksionale, po ashtu edhe mungesë të kadrit profesional. Prandaj kur qeveria, ministri dhe bashkërisht me ministrinë, me institucionet e cilat i udhëheq, nuk e kanë një vizion të qartë, sigurisht që shkojmë drejt degradimit. Rreth 17 miliard buxhet për 5 vite, shëndetësia ka degraduar në pikën 0. Është veç ma keq se sa që ka qenë. Statistikisht në tabelën buxhetore shohim një rritje sigurisht të sasisë buxhetimit për barna për shembull. Për shembull e kemi rritjen e buxhetimit për barna esenciale, 56% janë të pashfrytzuara. Si? I ka shfrytzuar 44%, 56% të këtij buxheti ka të pashfrytzuara, ndërsa atje mungojnë të gjitha banat. Që kjo është esenca. Ka shpijen kjo? Ka cili lloj dyshimi? Kesh përdorimi, kesh menaxhimi, mos delegimi sa duhet. Njerëz bëjnë barnat sot vet. Për shembull në klinikën ku jam, në urologji, po. Urologji, po. Ka preparat që mungon që 7 ose 8 muaj. Nëse ata mendojnë që unë po e tham të pa vërtetën, quhet inspiral. Na nuk mujna me kry punë. Cilat punë? Operimet? Një numër të madh të operimeve që neve na do të përshtam. Pikërisht ashtu aparati edhe një herë, lonko, i cili quhet inspiral. Po e tham kështu për shkak të kuptimit të qytetarëve të drejtë, që 7 ose 8 muaj nuk jam i sakt, na nuk mujmë me kry shumë operacione, ose krym operacione. Po pacientëve ju kushton deri 600-700 euro me ble.